Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhuar falënderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ne jemi sot në takimin e radhës, edhe me një përzgjedhje të re nga meditimet e Ibn Qayyimit rahimullah në librin e tij Al-Fawaid. Meditimi sot që do ta trajtojmë të ndërrozër është thjesht, me thonë, një përmbledhje e krejt asaj çka i duhet një muslimanit. Është një përmbledhje interesante që Ibn Qayyimi rahimullah në këtë pjesë ka përmend elementet kryesore dhe fazat dhe nivelet që duhet me i kalu një besimtar për ta ndërtu vetën. Na shpeshherë flasim çish me ndërtu muslimani vetën e tij, çish mund ndërtu një shoqëni, çish mund ndërtu një familje. E këto konsiderohet që janë bazat elementare, kryesore të këtij ndërtimi. Krahas asaj është një trajtim me të vërtetë i mrekullueshëm, që Ibn Qayyimi rahimullah ka rit këtë mi përmbledh brenda pak rreshtave. Domthonë ky nuk është seminar për këtë temë, ndërtimi besimtarit është seminar, apo mund të jetë edhe domthonë zinxhir ligjëratash që mund me kalu numrin edhe 2 shifror, apo që domthonë çka më u thonë këtë çështë përmend. Mirë, por kjo është meditim që Ibn Qayyim rahimullah ka përmbledh në pak rreshta për ato shumë që ka thonë në librat e tij. Kështu që ka aspekte, ka pika që ka përmend që do të trajtojmë në kuadër të natyrës së librit. A mund të që kjo është material që duhet me trajtuar seriozisht edhe në forma tjera të ndryshme, por me vërtet me shkoqit tamam kështu që duhet me këto çka kërkon trajtimi i këtyre fjalëve. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, ai që dëshiron me ngrit ndërtesën si duhet, thotë atëherë le të kujdeset maksimalisht për bazën dhe ndërtimin e duhur të bazës dhe kujdesin e veçantë që duhet ta ketë në këtë ndërtim. Ai që do më ngrit në alt, ngritja në alt varet nga themeli. Kush e ka themelin e fortë, e ka qëndrueshëm dhe i ka kushtuar vëmendje ndërtimit, ai mundet lirshëm edhe me ngrit ndërtesën lart. A ndërtesa lart çka nuk kupton? Njëri mund ngrit nga imani, nga islami, imani të ihsanit, të drejgjit e devotshmërisë e kështu me radhë. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, lartësia e ndërtimit të tij është e kurzuar me fuqinë e themelit të tij. Në sa është themeli më i fuqishëm, çaq që më shkon lart. Prandaj kjo jep me kuptim fillim të ndonjëherë se shpeshherë mungesa e ndërtimit në kuptim të ngritjes ose mbetja e ndërtimit në nivel caktuar edhe me vite në qatë nivel pa u ngrit, e pyesim për shembull nganjëherë për çështje që kanë bëjmë atje për me pjesat e sipërme të ndërtimit, sikurse është ihsani, ta adhurosh Allahun sikurse më e pa, që nuk kupton një lloj shtimit të cilësisë së adhurimit, pretimit të adhurimit, pretimit të lidhjes me Allahun azza wa jall. Pse këto po mungojnë, pse s'po na vijnë e kështu me radhë, këtë janë çështje që domthonë nuk e bën themeli më lart. Mund që ka themel për më ngrit, më shumë s'ka. Për shkak se domthonë qëndrueshmëria e ndërtimit thotë Ibn Qayyim rahimullah dhe ngritja e ndërtimit varet nga domthonë themeli që i ka kushtuar vëmendje besimtari në fillim të ndërtimit të vetes së tij. Ai tash e tregon çka nuk kupton baza, po njëherë po tregon për rëndësinë e kujdesit për bazën. Thotë andaj punët e mira dhe ngritjet, lart janë ndërtesa. Punët e mira që ti i bën edhe ngritja është që kjo ndërtesa që po sune me ndërtu. Ndërsa baza e kësaj ndërtese është imani apo.
Andaj, sa ma i fuqishëm që është themeli, aq më i qëndrueshëm do të jetë edhe ndërtimi. Thot, nëse ndodh që gjatë rrugtimit më u prish diçka, po më rënu diçka nga pjesa e adhurimit, thot let domethënë mundesh me menaxhu situatën, let mundesh me rregullu, për shkak se e lejon baza. Mirë po, nëse problemi është në bazë, çu kemi trajtu, nuk mundesh për arzu kreta. Që po them kuptim me dal pe fes larg asaj, po do shumë sendesh më kthym rapa, për mund me, domthon trajtu çështjen e bazës. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, nëse problemet janë për shembull në nivelet e larta, edhe atje ndodh një prishje, një ngjeshje, një deformim i caktuar, mundesh me sanu shumë lehtë në alt për shkak se talian qëndrueshmëria e bazës. Mi po, nëse baza nuk është e qëndrueshme, çdo tendencë për me sanu në alt ka me e ça themelin poshtë. Andaj ose e rënon komplet, ose i shkakton qarje serioze. Ibn Qayyim sjell shembull të ndërtimit zakonshëm me ndërtimin e vetes. Normal, këtu e ligjit Allah te barekuhu teala që vlejnë për krejt e pastaj zbatohen varësisht nga ajo që ti posedon, ndërtimi material, ndërtimi i besimit, se ka elemente vetë të ndërtimit, mënyra të veta të ndërtimit, mirë po rregullt e qëndrueshmërisht i ka njëjta. Njëjtë, a ke pa në dunjë, me ndërtuar një ndërtesë, një shtëpi duhet temel i fuqishëm. Çfarë do iman, duhet temel i fuqishëm. Po temeli i fuqishëm i imanit nuk ka temel i fuqishëm i shtëpisë, dallojnë pastaj. Po në emërtime janë të përbashkëta, për shkak se këtu Allah xheloi ka bërë rregulla të jetës, rregulla të jetës. Andaj për shembull, nuk mundesh për shembull nëse më marrni diçka tjetër më konkrete, është më të qartë. Nëse njëri për shembull ka një dru, një pemë në barr, apo e se ka rrojtë e folla, është i dopt, apo do të mund gjit në alt, në atë pemë për me ndriç atë në alt, për shembull me kput në ide çka bën, e thën rrojën, e thën trungën se nuk e bën. Po kur është trungu i fuqishëm, se nuk kupton i ka rrojtë e thella, mund të lëshë mund gjit në alt edhe me bën ndërhyrje në pjesën e sipërme të degëve, për shkak se ta mundson kët ngjitje kush ta mundson. Kët sanim kush ta mundson? Themeli edhe trungu i fuqishëm. Madje shpesh për shembull edhe në jetën e përditshme të ndërruar vëllezër fatkeqësisht ndodh që mund me kon një besimtar, vitet e tëra mund me qenë praktikues e kështu me radhë, mirë po një defekt në deg apo sill implikime dhe komplikime me rronjën apo. I komplikohet situata për shembull të mendimi mirë për Allahun, të adhurimet e zemrës atje që këtu këto baza, që nuk këto pas implikimi. Po për shembull një problem me dunjan ja implikon edhe bazën apo. Një problem për shembull me një smundje ja komplikon situatën me për shembull imanin komplet apo. Kështu më radh, pse? Për shkak se nuk ka qëndrueshmëri apo. Njëri kur ka imanin e fuqishëm, edhe për shembull trungun e ka të qëndrueshëm, atëra problemet në deg, një gjethë e vyshkur atje për shembull, një deg e thyrë, pse ka net një zog atje pak më shumë kështu më radh, let sanohet. Për shkak se ja mundson kush? Ja mundson baza e qëndrueshme apo. Mirë, po kurse kështu, për një sen më të vogël, më thjesht, na ndodh për shembull të ndrozur që njerëz me pyet ka herë të habitesh që ka ndoshta kohë në Islam, ka po për shembull çështjet që nuk janë të bazës, janë më lart, por ka mundësi të qesin komplet nga sistemi i jetës së adhurimit apo. Pra, është që tani kjo ja komplikon situatën me namazin me xhamat, ja komplikon situatën ndoshta edhe për raportin me muslimanët, me vëllezërit e tij, fillon me dobësu raportin për shkak të një implikimi që ka ndodhur në katër e sipërme të ndërtimit të tij, pse? Për shkak se ka bazën. Prandaj ka njëre, për kur njerëz pyeten, ndodh, për shembull, vëlla musliman kot gjatë falës, motë muslimanë mbuluar, që mbulesa është një fazë e avancuar e udhëzimit, nuk ka bash fillestare, apo edhe për shembull i ka ndodhur situatë ndonjë, edhe është që i është migullu puna apo. Për shembull, një dua që ka për Zoti Azza wa Jall, përkundër që jam lut, thotë çu thotë, edhe jam lutë, po mirë ti këtë sen dosh me kry më ti, apo para se më mblu. Kur lut nas përgjigjet, unë kam gabim, ai ka mirë gjithë. O dersi parë shkëpën. Edhe isëm tutje. Po këtë dersi që kryen fillim tani të komplikohet gjithmonë. Apo
Pra sikur se në shkollë në nxënës. Nëse një lanë se kryen ç'është duhet, me atë lanë që pas punë të armën, gjithë kanë pas probleme elementare. Do kanë fakultet shkon edhe duhet me mësu më kthy pat në matematikën e klasës 4 e 5, pse i kanë ikë mësimet bazike të asaj kohe apo. A dhe gjithë më kanë pas problem. A dhe ndo derse që tani të ndyn. Nëse si më ç'është duhet në fillim, gjithë kemi pas të lashe. Gjithë kemi vret mangësinë e dobësinë tonë çat ders, s'ke marr pjesë, po them kushtimisht, ose se ke marr ç'është duhet apo. Prandaj baza më rëndësishme. Kur e ke bazën tani, do puni kemi të kryme. I kemi të kryme. Për sa keni pa për shembull çfarë ngjarje madhore ka ndodhur me Isra dhe Mirajin, po shënkun sahabët apo. Shënkun. Ne dim rastin e Abu Bekrit që ka qenë me goditje direkte ka thonë, po çështo ka thonë Omeri, çështo ka thonë Ibn Mesudi. Ata kur thosh për Abu Bekrin që ka thonë çashtu, zomon që ata tjerë s'kan thonë, po shumë provokuan ata. Ata nuk kanë qenë targeti Kurajshëve, ata kanë dhënë më parë Abu Bekrin merzu. Si bën Abu Bekri, normal që ka gjatë çarje e madhe bëhet në trupin e besimtarëve ato. Mirë po që qartësi kur i ka thonë pejgamberi kam qenë kam ndodh. Çuçi ka pranuar për shembull, po them kushtimisht Hubejbi. Që ka pranuar për shembull Khabbab ibn Arat që edhe e kanë rre, edhe e kanë domon djeg me nga tortura, plus tash po vjen një kërkesë ende shtojc, besoj që kum që është në qiellin e shtatë, kum lëvizje, kum shkuën kod se kështu. Si e kanë prit sabët? Normal, pse baza ka qenë e fuqishme. Baza, unë kum besoj që kthi Allahu i ful. Tjetër pasaj let. Dhe një duhet mi pas, domon bazat e shëndosha dhe funksionale. Prandaj ngalëre po them nga këshillat ju them që tash është koha, por ka dilemë, ka problem. Tash është koha me përdor këtë emën të Allahut. Tash është koha me përdor këtë adhurim të zemrës, çfarë është vakti? Se ai çfarë është funksional. Por ka adhurim të zemrës, nuk kanë çdo kohë funksionale, apo? Nuk kanë çdo kohë. Ama vjen situata, tash ti ka thënë, është asht. Tash dëshmohet apo? E nëse janë të rrënjosura thellë në bazë, fuqishëm të ndërtuara, le ndërtohet. Pastaj nalt atje mund me ndodh një plagështim, mund me ndodh një pikëllim, po ajo është e menaxhueshme. Kurse prekrën, kur. Ama për shembull, me ndodh një sprovë të nervozë, edhe me ta prek mendimin e mirë për Allahun xhallahu ala. Ku prek kjo? Rrojnë kjo është e keqe. Po tash me krymatik këtë punë. Ose për shembull, pasimin e pejgamberit, ose në situata për shembull, e din ashqara që kjo nuk bën, nuk din kam ja majt. Nuk i çamë ditë këtu punë krymatik. Vinë në të kërë caktum. Haram i qartë, djetë ka e majnë ato. Apo të në? Andaj, këtu e në qërat që, thëtë më ka një mërhëlla, janë të bazave. Andaj, edhe se ndodhë dhe shka që me e trajtu në nivellet më të larta të ndërtimit, letë trajtohet për shkak se baza është e qëndrueshme. Baza është e shëndosh apo. Andaj, thëtë, fel-arifu, njohësi i mirë i ndërtimit, njohësi i mirë i çështjeve të ngritjes, thëtë, domthonjë brenga ati cila është, brenga ti është kryesorja, domthon përmirësimi dhe fuqizimi i bazave. Domthon nga treguesit e pjekurisë dhe nga treguesit e udhëzimit të shëndetshëm, edhe nga treguesit e kuptimit të drejtë të dinit është domthon me çka preokupohesh. Nëse preokupimi të gale ato është e vazhdueshme themelin me majt, apo mënesh, çka ka thonë se ç'kini është i mëshëm. Nëse njëri për shembull themelin e ka çështje periodike, po këtë se kena kryer moti, edhe tash ai mirët me gjërat tjera, ndërsa se ka fuqizu themelin e Xhezut, këtë tregon domon për një lloj mungese të pjekurisë në ndërtimin e tij, sikurse thotë më kaimi pastaj thotë nuk shkon ku e gatë dhe ai bjen ato. Për Zot, nuk rrin, nuk ka mundësi me qëndru stuhive, frynëve të jetës apo çfarë do lloj turbulencave në këtë dunjë. Prandaj Allahu azza wa jalla në surën Tauba në ajetin 109 thotë: "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nar jahannam." Kush është më i mirë? Kush është i duhur? Cili formim është i pranuar? Cili formim është i qëndrueshëm? Ai që ka ndërtuar assasa bunyanahu, shikoj Allah tamam e ka thënë kështu. E ka ndërtuar ndërtesën e tij, bunyan. E ka ndërtuar kështjellën e tij. Në çka e ka ndërtuar? Ala taqwa min Allah. Bi devotshmërinë te Allahut wa ridwan. Dhe kënaqësitë Allahu xhallahu. Do të themelin në themelët e ndërtimit të tij është devotshmëria. Në themelët e ndërtimit të tij është qartësia, ka duhet më jamojt, ka është Allah i kënaqur. Këtë punë kena kryer na. Këtë dashë kena kryer. Ta rregjojmë, domthon aplikimin e kësaj që e kemi në themelët tona. Me ndërtu tash edhe strukturën e jashtme me këtë bindje që qëndron në zemrat tona. A ky më i mirë
apo ai cili ka ndërtu, ose ky, jo më i mirë, po është ky i sigurt, është ky i duri, apo është ai cili e ka ndërtu SS Bunjani. SS do të shikoj, nuk ka vetëm ndërtim, po e ka domethënë ndërtu në themelet e shefa gjuru finhar, buz gremine, se ka bo këtu, po e ka bo qëtu. Apo, qëtu e ka bo ndërtime. Në të moment bjenë, Allah. Nuk ka qëndrëshmëria, nuk rënë, nuk është kjo pjesë për ndërtim. Pjesë për ndërtim është ma thellë, bën tjetër. Atë e ka ndërtu në buz gremines. Përnë është grupë e madha, i buz grupës e ka ndërtu. Së mund është, Allah. Sa e bjenë, se manë, pënhare bihi finari gjëhennem. E dërnimin në kuptan që të rrëshqet nga kjo gremin dunja ku e ka ndërtu në gjëhenem dënim të Allahu te bareke wa ta'ala. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, sa ma i fuqishëm është themeli, aq më i fuqishëm është domthon edhe ndërtesa. Thot fa hadha al-asas, ky themel thot përfshin dy gjëra kryesore. Themeli i fuqishëm që po flasim për ta, domthon kjo është baza. Pastaj Ibn Qayyim rahimahullah vazhdon me nivelin e ndërtimit. Do niveli i parë, bazik, esencial i ndërtimit të fuqishëm, thotë është i ndërtuar apo përfshin dy çështje kryesore. E para është njohja e Allahut. Çka në kupton njohja e Allahut? Thotë domthonjë që kjo njohje të jetë e shëndetshme, të jetë e qëndrueshme, të jetë e qartë, kuptim i mirë. Që njëri, më thonë që e njeh Allahun, po jo, është njohje, domthonjë që është e shëndetshme. Çka në kupton e shëndetshme? Domthonjë e cila nuk është e përzirë me njollat e risive ndryshme, devimive të caktuara, për shembull, paragjykimeve për Allahun te bareke ve teala kështu më radh. Jo, njohje e shëndetshme, sipas asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj njohje e duhur e Allahut dhe njohje e duhur, domthonë e ligjeve të Allahut azza xal është baza esenciale. Ligjeve të Allahut edhe kozmologjike, edhe shëretike. Njëri që njeh këtu, për atë që i duhet ndërtesa. Është dikush për shembull, dietarët e kanë ndërtesën e alta. Nëse aty duhet nalt më shumë. Po njerëz të rëndom të kanë ndërtesë. Çdo ndërtesë duhet të ketë në themelin e saj këtë bazë. E tani dikush e fuqizon bazën në bazë të ndërtimit që i duhet me ngrit nalt. Prandaj njohja e Allahut azza xal dhe njohja e ligjeve të Allahut. Njohja e Allahut me emrat edhe cilësitë e Allahut dhe njohja e ligjeve të Allahut, duke njohur ligjet e Allahut kozmologjike, se këtu ka rregulla një që funksionojnë, prandaj edhe nuk befasosh, edhe nuk dëshpërosh, edhe nuk zhënjesh, edhe nëse filan ligji çysh ka funksion për këtë, funksionon për ty, për gjithë. Edhe e dyta, ligjet e Allahut azza xal, domthonjë që dispozitat, ato që të përkasin ty me ditë për veten tonë, ato që e rregullojnë adhurimin dhe raportin me Allahun te bareke teala. Dhe e dyta, domthonjë që është pjesë e kësaj baze, është domethënë që pasimi të jetë ekskluzivisht i rezervuar veç për pejgamberin. Në kuptim të pasimit. Çka nuk kupton këtë pasimi? Pasim, këtu në kupton të ndërvozën, pranim i pakushtëzuar dhe nështrim i pahezituar. Pranon pa kushte. A ka thonë, u kry. Ase kurzoj, a e ka ni, ase kurzoj, nëse vërtetëm se e ka thonë ai, s'kam çka me kurzu me kushte tjera. Edhe nuk ka hezitim në pasim të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj thotë që kjo është fa hadha awthaqu asasin asasa alayhi al-abdu bunyan. Kjo është baza më e fuqishme që mbi të robi e ka ndërtu, domethënë ndërtimin e tij. Thotë pastaj thotë këshillon, domethënë që njeriu fuqishëm ta ndërton mbi këtë bazë, ta ruan forcën e ndërtimit dhe domthon të largon çdo përzierje në ndërtim që mundet me dobësu ngritjen. Për shembull, ndonëse ke pa edhe mund me kohën ndërtesë që kanë pa shumë lart. Po materiali është për shembull përzierje e tepërt e ujit dhe çimenti është shumë e dobët. E duket shumë lart. Po në tërmet shumë thjesht, ndoshta 3 shkallë, 3 hektare apo pra mund merzu komplet. Qysh kjo orzu, a e afërsoj, e po e kam përzim me ujë. E kam përzim më shumë. Andaj njerëz duke ngrit, e përzin me hile, e përzin me ujë, e përzin me gjëra që nuk i takon. Edhe ai mund duke ndërtimi i lart, mirë po thotë me Kaimir Allah, ky ndërtim nuk qëndron. Andaj le të jetë
materiali i pastër, i njohjes edhe i pasimin të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mase përndryshe, domthon rrëzohet edhe nuk qëndron apo. E tash mas kësaj, e këtu ka shumë çka më u thon, por mas kësaj, domthon thotë Ibn Qayyim rahimahullah se mas kësaj baze hapa diu së ndërtimit të tij. Tash bazën e kuptuam. Mas kësaj thotë fa idha kamula al bina. Kur domthon tash ndërtimi ka filluar marr formën e vet edhe po shkon ka marrja e formës së dur, thotë atëra njëri kur të ndërton banesën, komplet quhet ndërtimi i vrasht, e pjesa e parë po. Tash çka bën? Është çështja e fasadës, e ngjyrave apo. Edhe kjo pjesa e jashtme që shpërfaq bukurinë e ndërtesës, edhe pamjen e mirë, thotë është morali i mirë edhe bamirësia ndaj njerëzve. Bazën e ki. Pastaj do njerëz për shembull thonë rëndësimi i bën mirë njerëzve apo. Me çfarë baze? Ti a ki bazën? Se kur s'ki temel lyje sa dush, ai bjen Allah. Po, bandaj nuk bën me e nënvlerësu bamirësinë e njerëzve, po nuk bën me e faktorizu aq tepër sa që me mendu se mjafton bamirësia e caktuar ndaj njerëzve për ta ndërtuar ndërtesën e qëndrueshme. Nuk qëndron apo. Se për shembull të ndërtuar nëse muret janë po mënej nga materiali i dobët. E ke pa me çfarë do ngjyrë kur të lysh, mas pak kohë do bjen ngjyra. Se nuk e von, nuk është përputhje me cilëtetin e kërkuar mes ndërtimit dhe mes ngjyrës që po e lin ose fasadës që po e bën kështu me radhë. Prandaj edhe këtu, do të më kaimë rreth. Ndërtimi i fuqishëm mbi bazën e njohjes dhe pasimit, faza është që ta lysh e gëlqerosësh e ngjyrosësh me moralin tënd, me sjelljen e mirë dhe bamirësinë ndaj njerëzve. Domthon, me këtë ti prezantohesh. Njerëzit nga jashtë kur shohin çka shohin? Kur identifikosh çka shohin? Shohin sjellje të mirë, edukat, shohin bamirësinë e tjerëve, apo? Dhe kur hulumtojnë për bazën e kësaj e gjojnë të njohë Allahut e pasimit vetë. Çka është ndërtimi i durrës? E pa njerëz për shembull kur dojnë dikujt më hulumtu shkaqet e suksesit ose shkaqet e trimnis ose shkaqet e nivelit ato hulumtu më gjatëm që e kish pas babën, e kish pas familjen, e kish pas ja gjen diku në far baze që mbi çit bazë realisht mundem me ndërtu tash tamam analizën edhe arsyetimin ton apo kuptimin e drejtë arritjes që ka bëu dikush. Andaj edhe ti domthon sjellja jote është treguesi i pamjes tonë, zbukuron morali, zbukuron edukata, zbukuron sjellja e mirë. Po kur hulumtohet esenca e kësaj çfarë është? Nuk është interesi. Nga se ka njerëz të cilët sillen mirë, po jo për shkak të parimitetit, po për shkak të interesit. Ai sillet mirë pse? Sepse nëse sillesh ti mirë, edhe ai me ty sillet mirë. Edhe i çu funksion. Nëse ti sillesh mirë, pra njerëzit dojnë, e nëse dojnë tani të respektojnë, nëse respektojnë, don i bën kalkulimet, po komplet brenda ciklit, domthon, brenda ciklit materialist, komplet. Ko kalkulim. Prandaj mund të më gjet të njerëz që nuk besojnë Allahun e Madhnuar, por në aspekt caktuar kanë sillet mirë. Piku bëron që sillet mirë, jo që është e rrënjosur në themet e ndërtimit, se s'ka rrënje, s'ka besim. Mirë po, për shembull e ka të shpërfaqur ose si një për shembull edukat që e ka marrë dikun ose si një interes, çka do kuft, por ai nuk qëndron. Për shembull, shumë i sjellë, shumë i edukuar ku ka interes. Mirë po aty ku goditet interesi materialist, bëhet shumë i vrazhët, genocidal, vrahën, prehen, ose nuk e ka bamirësinë ai parim, e ka interes apo. E ka dhënë më shumë i madh. Që pa për shembull pejgamberi edhe në betejë ka mos gaboni me bukë, mos bëni kët. Do shprehne bukurinë e ndërtimit të juaj edhe në raport me armikun apo. Për shembull njëri i cili nuk ka bazë të qëndrueshme, në situata të caktuara me bëmu cenu, për shembull interesi i material, a gënjen? Gënjen. Se ka problema i këtë punë. Se s'ka çka e nal, s'ka bazë. Ama muslimani çka thot? Çfarë do kuft nuk gënjen. Andaj shiko pse ky është më i fuqishëm se tjetri? Për shkak bazës. Ibn Qayyim thot, kjo merr kuptim, fasada jashtme, pamja jashtme, bëhet e qëndrueshme, bëhet e bukur, bëhet stabile, atëherë kur ka baza të fuqishme. Ai ndërrozë, pa besim në Allahun të fuqishëm, pa njohje të Allahut, pa pasim, s'ka as moral, s'ka edukatë, s'ka kurrë, nuk qëndron, nuk rrin. Se njëri të ndërrozë keni pa, ai Allahu njëherë nuk piprizet dua thot pse më boni. Me miliona me të mira ka bëu, jo njëri atë.
Njeriu është i prirur me kon shpërfillës, me kon njëri për shembull ignorant, me kon i nxituar, me kon i ngushtë. Njeriu është i prirur ç'është me kon. Nëse si ka frenimet aktive, se ka ndërtimin e fuqishëm, normal që vërshon, bën probleme. Andaj thotë më kaimë Allah, mas saj thotë ç'kjo është. Pas kësaj, do të pa para themeli. Pastaj gëlqërosja dhe fasada jashtme dhe bukuria e ndërtimit. Pastaj thotë rrethoje kështjellën me mur që nuk lejon armikun me imran apo. Se nëse lëm kështu të bukur të mirë, armiku hen se çelësh apo. Ai duhet më vendos murin, don që nuk e lejon armikun me imran apo. Domthon armiku kush është? Shejtani. Shejtani hen apo. Prandaj të ndërozë duhet me pas mur. Shikon brenda or baza e ana shën muret. Nëse njëri për shembull komplet fenë e tij e ka të mirëmbajtur veç me krye disa obligimeve, por nuk ka mur të nafileve, të dhikrit e kështu me radhë, kjo është, domthon, rrezikim nëse armiku nuk ka pengesë. Pengesa e parë cila është hyrja drejt në zemër. Kjo është shumë, domthon, kjo shumë është e rrezikshme kur shejtani portën e vetme për me deportu mbrana kështjellës e ka një, s'ka më shumë portë. Jo shumë, pastaj e lehtë me deportu. Andaj thot rrethoje, domthon kështjellën tënde me mur që nuk ka mundësi me kalu armiku. Kjo është cila është kjo? Kjo është e treta. E para baza, e dyta rregullimi i jashtëm, zbardhje dhe ngjyrose dhe rregulloja me edukatë e sjellje, e treta, domthon huthu bisurin min al-hadr. Domthon ihata me rrethoje mirë, thot me murin e kujdesit që mos me e kalu armiku. Wala tabdu min al-awra. Edhe mos mund armiku nga muri me i pa, domthon avretin apo. Dom çka është avretin me ti pa dobësit, me ti pa lëshimet, nëse po i pa çati sulman. A ti ki dobësit, ti ki sana, po trajtoj mrena pa i pa armiku çka i të u bë. On që me kon njëri ma i mbrojtun edhe në momentin kur ndoshta ndonjë dobësi apo diçka i del në shesh. Pastaj thot thumma arkhis sutura ala abwabi. Dyrt i ke vendos, murin e ke vendos, çka më botash? Thot tash e çej perdet apo komplet. Që armiku mos më pa. Mos më pa, ke pa njerëz për shkak kur më pas privatësinë shtëpi ose mos më pa dikush, është shumë musliman, gruaja më kon rahat shtëpi vetë çfarë bën ti? I shërletet. Kur kush nuk thot për shembull, unë në shtëpinë kum drejt, mbrana jena, tash edhe gjamat më mshela, po nëse shihet, a do të më mshel? Do të më mshel. Njerëz normal e bëjnë këtë punë. Prandaj armiku shiko të përsill në çdo situatë. Prandaj ti i merr masë duar edhe perdet çana apo. Perdet që më kanë ka dhënë çka janë, thot pastaj pas perdet pas këtë, çka është shtëpi u kry, ai kur vin perdet çka ka mo? Ka edhe, domthon, ka edhe tash qelsa apo. Qelsi shtëpisë. Thot pastaj thot mbyllë derën, portën kryesore me heshtje. Do porta kryesore ka një shëton cila është. Alhamdulillah. Porta kryesore që një shetani cila është? Gjuha. Gjuha. Njëri kur të folë, që aty shetani ka për to. Për një mas shumë, që ta i ka thonë pegamërësëm, ta manë që ka thonë hadith, e ke pa, pegamërësëm e ka sekë madhët komplet, dhe më honë, skemën e hyrjes në gjenet. Ka thonë, ja, Rasulullah, të regam një vepër që më qënë gjenet, edhe më lërgam për gjenimi. Hadith madhët, ka le ka se el të anadhim, ke pyet për shkat madhe. Mirë, po është e letë, për atë që Allah e leson. Të ne ka përmenë, ka kjo, kështu. Në një skem e kompletume, e hyrjes në gjenet, komplet. Në fundi ka thonë, a do me të kallëzu diqka që nëse kujdesesh, krejt këtë skem të arun. Krejt të tirun. Nëse se ki këto, do në krejt shpartalon këto. Ka thonë rruje gjuhën. Rruje gjuhën, se gjuhë e prish njerëz të ke pa gjuha edhe flet keq për Zotin, edhe flet në emën të Allahut pa leje, fatfa pa leje, pa dije. Edhe për shembull analizon edhe flet atë që si përket, si ta kanë, s'ka dije për këtë me gjuhë shpreh këto. Ofendon dikon, përgojon dikon, këto për mes gjuhës. Andaj thotë Ibn Qayyim Allah, thotë
mshele portën kryesore. Shiko sa do të precizoj kjo. Mund të më ndërtu, mund të më bëj. E lën derën qel. Ta prish, sikur të përmend më vonë më kemi. Ta prish për pak minuta. Cila është ajo dera qel? Goja. Pra të ndërrozë. Pejgamberi na ka mësu që kur të hapet besimtarët goja, çka më bë? Me tentu hiç mos më qel ato. Çka është esenca? Me bëni palli përpjekje, mos më e qel. Po nëse jam mund hapja le të çdorë. Pse? Nëse shejtani posa e gjen gojën qel. E ka si port që mund me depërtuar. S'po them që çdo hapje hin. Nëse Allah trun, për shkak dhëkrit e kështu me radhë. Mirë po, një herë më me hi, kush e nxirr mua atë? Së shkë punë veç me rukje, kur ka probleme, se është hyrje tjetër atë, sa punë hyrje e sehireve kështu me radhë, është hyrje e tjetër tipi atë, që nuk ka tan që u hi atë. Me një hapje të gojës. E para me të fol me hapje të gojës, kuptim, po më nej të folet pa lidhje, apo më është çka stakon ose kështu më, e kështu çush hen atë. Shumë malet hen. Shumë malet nga se tash e ka edhe rrugën e shtruar, nga se fjala e keqe, fjala e gabuar është një rrugë e shtruar që lehtëson depërtimin e shejtanit. Thotë ndërsa qelsi, domthon i kësaj dere, ta tha mshele derën. Mshele, më mshel. Mirë. E kur du me qel, me të qelsi i kësaj dere është dhikri. Po më kur përmend Allahun qele, ose mshele. E qel derën, portën e gojës, veç kur kime përmend Allahun azza xal, ose kime fol diçka që është në shërbim të përmendjes së Allahut. Nëse bën muhabet që është në shpërputhje me përmendjen e Allahut, është një hapje, do të thonë që mundson armiku me depërtum brenda. Prandaj çka ka përmendur Mukaimi rahimullah dhe Ibn Zadul Mad kur flet për të folët e pejgamberit sa të flet çush ka veshë, çush ka jetë, çush ka buket, jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e për të folët thot i ka pas fjalë e numëruara. Asahi. Për 23 vjet sa ka fol pejgamberi sa dikush çato fjalë di harxhit për nështë 2 ditë të 30 të. Ose hajde pak më shumë është ku për 2 muaj. Çaq. Nëse ai ka pas numëruara. Edhe pse ka qenë pejgamber që ka fol me shpallje. A kanë pasur sa me fol më shumë pejgamberi sa? Po. E ka fol çaq, u kuptu, mjafton kaq me fol. Thotë nëse thotë esenca tek pejgamberi ka qenë me hesht. Thotë nëse ka pa dobi me fol ka fol. Nëse ka pas shpërblim tek Allah me fol ka fol. Për ndryshe nuk ka fol. Që shkon hadith falyakul khairan aw liyasmut. 2 opsione. Të fol mirë ose të hesht. S'ka opsion tretë. Në ai që flet, ai përmbush standardet e të folit mirë, ti e din, mate. A është në shpërputhje me përmendjen e Allahut azza xal? Mate. Ose mos fol hiç. Nëse fol, do të është thymja e derës, nëse soqel me qesë dur, që është dhikri dhe përmendja e Allahut te bareke ve taala. Thot nëse kështu të vepron, edhe mshël derë me këlqes, thot fatakunu hina idhin qad banayta hisnan tahassanta fi min a'daik. Do të thotë që ndërtu një kështjell të fuqishme të fortifikuar që mbrohesh brenda saj nga tendencat e krejt armiqve për me të bodam. Që ndërtimi i duhur. Thot edhe kur e shejtani edhe armiku këtë kështjell me këtë ndërtim, me këto portat mbyllura, me këto perët e lëshuara, me këtë qelës, do dëshpërohet. Thot këto s'son him këto, është problem me him. Mirë po, kjo është dhe të ndërtimi. Tani, thot, thumë të ahet, pastaj edhe mirëmbaje, në mënyrë të vazhdueshme, mirëmbaje normal, se nëse e ndërtojnë mirë kështu më, pas mirëmban, rritën thjerrat apo zhytën perdet, ndodh, mo mirëmbaje, barin, kosete, rregulloj e bukur, apo në deg atje duhet me shkurtu, nga se nështë është dalë mjë të keqe, u jetë rregulloje, nështë në gjithë fasada jashme dikun, ka ra shije dhe ka dëmtu lyje, se sjellja dikun është o deformu, mirëmbaje në mënyrë të vazhdueshme, ndërtesën. Thot, edhe kur armiku nuk ka mundësi mi ka porta, që ka thot i më kajmë, çka nuk kupton mirëmbajtja. Edhe kur armiku nuk ka mundësi nga porta, këqyr me qel hyri alternative. Do me qel vrima.
se ka porta sonin. Është përmend emri i Allahut. Sonë qelaj një derë që është mshirë me bismillah nuk e qelë shejtanin. S'ka mundsi. Një anë që është mlu me bismillah nuk ka mundsi me prek. S'ka mundsi se emri i Allah nuk e lejon. E dini këtë punë. E dini këtë punë. Emri i Allah ka thonë pejgamberi kur dikush i desh teshat, thot bismillah, nuk e shesh shejtanin më. Në shikoj esenca është me të paj. Verbohet momente të caktuara për atë që ka thonë bismillah. Ti ka thonë bismillah për situatën kur je do i zhveshur për me vesh tesha tjera. Apo derisa të kryet, domthon përdorimi i bismillah për çka u thon, ai s'ka çështje. Ka fuqi e madhe edhe këto vallë. Për mes sallat azhujat. Ai tash nuk nalet, nuk ka mundësi me i ka porta, se këto është me bismillah sonin, çka bën? Shikon me hap, thot me domthon lopata onosh, çfarë të bën me kaimer Allah. Me lopata onosh, me qil vrima të tjera. Me mujt me të përdu dika. Thot e cilat janë këto lopata që do më bë? Dhe kështjellën të natë, lopatat e shejtanit janë mëkatet e tua. Subhanallah, çdo mëkat që bën njëri është një kaci më shumë shejtanit, një lopat më shumë që ai me godit kështjellën tona. Çikaç? E një që kupton që sot për shembull, mëkatet. Çuçi ka çosën ka shëtyrin. Këç ka kanë mëkat, i vogël i madh, s'më rëndsi këtu, si na të fol tash në kuptimin juridik të mëdha të vogla. Po flasim çdo mëkat, çdo shkelje. Çfarë do kuptë? Është një mundësi shtesë armikut me të godit. Mëkat e vogla i godet, ndoshta se çel komplet vrimën, ama ndoshta një tjegull e dëmton. E mëkatet e vogla kush shpeshtohen? Fuqia e goditës shtohet apo kot? Shtohet. Pastaj nga ky kontekst kanë thënë dietarët se përsëritja e vazhdueshme mëkateve të vogla i bën mëkate të mëdha. Jo vetëm kuptim juridik, por kuptim të dëmtimit edhe fuqisë së goditjes. Shpesh herë, normal, keni pa një kod gat me pikë ujë veç me një vend. Ai me 100 pika s'bën kurrë, ama me 100 milion pika, po them kushtim mirë se si sa pika mund me kon, po në fund është që ajo ka mundësi me çpu edhe është metalin më të fuqishëm e çpan. Uji kur prek gjithmonë me një pikë, godet, e dini është, domthonë çfarë fuqie ka uji apo? Çfarë fuqie ka uji të depërtimit. Nëse në mënyrë të vazhdueshme, edhe një pikë, nëse merr gjatë ditës sa vite sa i ka, sa vjet i ka, sa pika për 20 vjet janë gjërat e vogla. Shumë janë. Andaj thot, shejtani thot, nëse thot depërton, do të jetë shumë problem me nxirrje. Shkojnë të ndërruzën. Nëse shejtani depërton tek njëri si pasojë e padrejtësisë, për shembull qoftë mësysh, qoftë seher, këto probleme që janë del me rukje. Del, del nga se ka i padrejtësisht, s'ban me kon aty. Ama kur hyn shejtani te njëri me izë Zotit shtëpis, çu më nxirr ato thaj. Ka lumë njëri me i, apo sa e ka lumë me i vet, me lëshimet e tij, me pakujdesin e tij, kështu më radh. Këto se nxjerrin rrugët ato. Këto pa u forcu Zoti shtëpis tani me qitë sonë çet më kërkosh më ato. A do thotë me kaimer valla, nëse shejtani hyn tek njëri, thotë atëra realisht gjendet para ose gjendet domthon para tri situatave. Cila më e keqe edhe më pa favorshme se tjetra. E para thotë, nëse hyn mbrana çka bën shejtani? Mbrana këshillës nëse hyn. Çka bën? Përpjekja parë është me ta marr kontrollin e këshillës. Zamrës. E marr kontrollin me vendos pushtetin e tij. Që tash njeriu me vepru, me mendu, me i marr vendimet përputhje me agjendën gjallëzore. Ai ka agjendë caktuar, edhe ka syza caktuar çush dush me pati dunjon, çush me pati vllahun ton musliman, ai çu i ka këtu, çush mi pa. Ata nuk e sheh vllahun për se me hasad. Nuk e sheh dunjan për se me lakmi. Këtu janë ato që shejtani synon me i instalu. Nëse hyn përpjekja parë me ta mujt, me ta marr pushtetin. Thotë e dyta është sun ta mund, thotë ama çka bën? Bëhet qytetari këshillësonat. Ballazni, kur më sa bëu, vetëm pas koshie të lig balla kia apo. Ke pa vënë cara, ai koshia ty s'bën kurrë. Po pse është i lig? Duhet më lejt gati gjithmonë, po din pse po tin megja, mos më hin konflikt fëmia me të morrëja, gratë më përla, ta prish jetën. Po srihet më. Vetë pse ka mundësi çdo, ai kur është bën ti ke tonën. Ama vetë pse është balla të lashëm. E para që çet koshia pas në shtëpi atë. Me do subën me to bash, me do të lashëm.
Ose thot e treta, thot që nëse s'ka mundësi, as çështot, po spaku thot me të angazhu me do punë tjera që janë në shpërputhje me ndërtimin tënd. Ti valla kime quhet në kate, kime çu tjera, kime ndërtua, ki punë, ki projekt. Çka bën? Të angazhon me do punë tjera, edhe tani s'u ngritë. Ti që në të farë vezvese, ti që në të farë telashe, ti që në të farë menime, ti që në të farë sene, edhe shkën duke stagnu. Andaj, kër e kam pyet një prej djetarëve të hershëm, ka thonë, a mundesh me ne përshu armikun tënë? Përshë, a ki ti një të në armik? Ka thonë, so armiku jam nuk është e që na merë pasurinë, ose këtu menagjohet citatë. Ka thonë, armik jam është e cili, duke qenë une në ngrijet e Allahu, vjen më në ngrijet në më. Që kjo është armik jam? Duke qenë duke u forcu, duke u pastru, a i të nërëzë, për shambull, ka situata që, caktum, për shambull, në njëri shkon mirë, në ligjerata, ngon mirë, ndërtohet, pastrimi zemrës, njohja Allahut, ibadeti, bamirësia, edukata, shtu shko mirë, ja qëni vezvese, së janë këtu baza, së janë këtu atë njërë du me konë, edhe e shpërqenë ndikon. E qëtë ketë për këti sistemit, projektet, pastrimit, të ndërtimit, apo më marrë me të punë ketë, anë është atë. Që kjo po, të angazhon punë që kalën në shta vite edhe shë që ke stagnu apën, ke shkumrapa, as nuk o pastru zemra, as nuk ushtu adurime, as nuk procesi adurimeve, njohi Allahut është shumë largë, ke fillu edhe me konë ma nervaz, ke fillu me konë ma ingarkum, ke fillu shumë konë që kështu, ka angazhu dikon ku edhe, s'po flasë për ato që jenë normale situatëve caktume të moshave, ato jenë të kontrolume, po flasë për isisht, që e shet që nuk jaj që e kom për para më, nuk jaj për shembull i gatë që më net me vllazni, me kontribute që ka, do këtë gjithë shka jo interesant, jo bajat, jo e freskët, gjithë ka duket, që thotë po bajat e kështu më ratë, ku që ka bu këtë punë? Prezenca e këti mrena, të ka angazhu me të punë tjera edhe, tani mu, s'ke mu të marrë me ato që ka duhet të. Që për shembull të ndërozë, ti e tu, për shembull njëri tu punu, apo? Edhe jenë vrull në punës tonë. Edhe shë që një menu hi shpjapën. Ta shmëllë nga njeke, e ku me nëzoni, ku në ka shkojnë për 5 atët. Për 5 atët ose punë e kësha bopën. A i kur gjë, ti në fune qëtë, ama që një min të karët bënë, ti të mërë kuën. Shetojnë qërë si ai mini i shpis, a i pacoj i madha, i ka tje nga tje, qitë kurt, a e në zonë, në një javë ti merë, mu marë me ta. Një javë më fund që ke bo, një pacor për shpije këna qitë. Kur që s'ke bo? A më të kur që s'ke bo? Ama ka herët banë atë. Dhe njëri kër e mënan që shtut, me bu me lënë me i të kushe nëzirë më vlapën. Jo, që shtu besimtari i meqëm, i këshirë punë të me. Jo, te e puna, për shambull, po që e tasho kjo koha, po na do të lejë, këto sana, në kuptim të arsuetimet, të justifikimet, të kështu mërë se, ka të justifikosh. Na mundë me justifiku vetën tonë, me arsuetu vetën, na mundë me arsuetu. Po, a e nalë kjo shejtani nga agenda ti? Jo, Allah. A e ka agenda vetë. Agenda ti nuk varet nga ndryshimet e klimës e të kohës e rrethonave. A e ka një agend që u betu për latë madnuar që to ka mikrab për parën. Ndrani sa doni, zhvillani sa doni, ngritni sa doni. Unë e kom punën tem. A njerëz kanë habitën e harrojnë këtë agjend. Që ajo është betu për Allahut xhallahu ala le ughwiyannahum ajma'in. Krejt komiti hub. Krejt. Fone madhe kjo lazi, para Allah të betu, fe be izzetike, betu në madnin tone. Në Kuran, apo, shiko, betu në madnit Allah të azugjel. Le ugujen në ejmin, krejt kome ti hub, krejt, njës kime gjithë në tone. Illa ibadike minhum mukhlesin. Pas, dhe rab betu, sinqert, ata që e din agjendën, ata që sfutu në kur. Andaj, sa njerëz e kam parasysh për shkakun të ndërlozur në aktivitetin e tyre, në projektet e tyre, agjendën e shejtanit murujt. Çka qëllimi ti, çka kemë? Fara se kemë këtu se ekziston fare shejtani. Në asnjë analizë të situatave nuk bën pjesë për shembull kurthi i shejtanit ose problemet e shejtanit. Aq është abstraktizu shejtani deri sa që më shumë është iluzion se realitet. Fatkeqësisht, më shumë është iluzion. Po shejtani, po Allah çto është, Allah, ai ç't punë, ç't vjen te vetë tot, çto e ka mësuar Allah këtë afërsi. Sa është në një për ta. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, thot prandaj prezenca di çdo kuft. Qysh do kuft, thot ai minimumi të sjell 3 sherrë të mëdha. Këto 3 kanë 3 përpjekjet kryesore, edhe 3 sherrë çdo
çdo përpjekje e tij mbrana kështjellës është si sherr. Thot nga sherrët është thot ta prish kështjellën. Ta prish tertibin, ta prish bukurinë, ta prish mbrana Allah. Është normal, më shumë tash nisëm me përdorë edhe shembull të kafshë, jo mini, jo kë. Atë ndonëse, për shembull, me lon një qen me tin në sopë këtu. Pi jashtë apo. Çfarë bën atë? Hypa ti rrezati, e prek aty, gjumë ty lëncës. Normale, nuk e ka parasysh ai për shembull kanë pasardin. Ose për shembull, një hajnë që me vjet në shtëpi. A thot, çoj po glyma ma hallaka mos bani. Jo, da ke pa rrezon e bëna e hisë më në këtë pjet. Aja ka galen që më marr parat me të gjithë kujki ose gjëra me vlerë. Çato e ka. Shkatrime që i shkakton të lyp ai margaritone vet, hiç si kon kalrime absolutisht. Lodhjen tonë për me rregullu, mërzin tonë pas shkatrimit, hiç si kon kalkulime absolutisht. Edhe shetani këshimet e kap margaritorin e imanit. Shkatrime që i bën, prishje që i bën, hiç si kon gali këtë punë valla. Dëm i madh kjo valla, dëm i madh. Veç riparimi i dëmit sot mërkuafën. Nemo punë tjera. Pastaj ka thonë, thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot këshir që do me sa më tepër me grabit. Do me shkatru, me grabit, ose thot mi u tregu hajnëve tjerë ka është hymi apëtë. Se e kam su hymin, është mrena. Thot, hajde se e kum qilë dirën. Këta hajnën nga shejatin, gjin, e inës, jenë shumë të njëpën. A i një më këshetani i madhë një që qilë dirën. Që na e kena mundësu. Po sa tjerë mund me hitë në me lloj roli e mundësia aftësia të shkative që përzien jetën e njerëzit. Përzien jetën e njerëzit. Prandaj të ndërvozë është kërdi, rrëmuje e madhe bota. Pa pastërti e hatashme. Që shka thoni Ibn Taymija rahimahullah, nëse lëpirja e qenit kërkon larje 7 herë, në tesh, lëpirja e shejtanit 1 herë në zemër, çfarë larje kërkon ato? Nëse një qenë kryes të këmuni Allah, ka diçka, po që këto Allah ka bodo në gjuhën e ti, ka një lloj papastërtie që nuk mundet me u la rëndoh me ujë. Kërkon një larje më specifike, më të veçantë, që ka në hadithat. Nëse një lëpirje, një kafshë të pafajshme tek e fundit, pa sherr, po që të lëpin kërkon një larje të veçantë. E nëse në kësene, lëpirje e shejtanit në zemër, veç një herë me lëpi zemrën, në kuptim dytësirës, sa du të me latën, me pastruhe, sa shere, sa vezvesja bëhet e kështë më ratë. Na sa ma tepër arrim me vizualizu këtë problem, këtë betej, vëllai, shumë ma aktiv do t'jemi në pjesëmarrjen këtë betej. Sa ma tepër e abstraktizojmë, e bëjmë imagjinare këtë betej, ma tepër e përshëndetim nga pjesëmarrja tonë. Që ka abstrakte, jo duhet me vizualizu. I vetmi sen që mbetet, po në kuptim të asaj, të paprekshëm është me pa direkt. Që ato s'na ka mundësu Allah. Krejt tjera shihen. Veç dëmon, ai fiziku si ti nuk shihet. Se ai ka fizik, ka kriju Allah në diqka. Qaj nuk shihet, qaj spreket. Është sprovë që nësë mundë më këtë mu. Nësë për avin kur që nësë me pas me prek. Ama pjesë e tjera, krejt i shebet, eshe shirën, eshe dëpsimin, përpjekin, tendencen. Krejt të ishe njëri. Si o reagimi ka shiksaj. Na duhet me vizualizu të, me pa sa ma konkret me pa, do në prekin e shejton dhe tendencë për me i andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah edhe në vazhdimsi domthon sprovuat me sulmet e paskoshme të cubave djallëzor, grupeve mafioze që tash e kanë ditë e din ku është hyrja dhe din çka ka mbrana, thot derisa domthon e lodhin edhe domthon e shkatrojnë këtë njeriu hiq dorë nga kjo kështjellë, thot son për ujë mo le kretave. Allah na rujt, edhe pasaj dihet çka bëhet me zemrën e braktisur që pronari dhe bari soi nuk kujdeset për ta. Thotë kjo është gjendja fatkeqësisht e shumicës e njerëzve. Tash vjen shembull shumë të cilët thotë për shembull ishe që e hidhrojnë Allahun e mallnuar për të kënaqur njerëzit. Kjo është manifestim i rrëmujes së brendshme. Don këtu ka një shejtan që hallaka me ka bën situatën që njeriu nuk din kënd duhet me gëzu e kënd duhet me idhnu, nuk din. Dhe njësia madhe e kësaj është kompletani epshi. E kush i jep këtë direktiva? Shejtani. Nga sa ai domon i mëson njerëzit që me të pëlqy ai, me thon ai, me folaj, po ju Allahu te bareke ve teala. Andaj mbështeten tek njerëzit të cilët nuk kanë dorë as dobin as domin. Kur s'ka mundësi më bë e Allahun xhallahu ala domon anash. Pastaj thot
Bjen shembull shumë këtu disa pyetje për përmani, thotë braktisin dunjon e cila po ik për tyne. Ndërsa, vrapojnë pas dunjas e cila po ik për tyne, e ikin nga ahireti që pa afrohet drejt tyne. Se na, realisht, me jetojnë çdo ditë, a është afrim me dunjan, a është largim për dunjas? Largim? Çdo ditë, çdo moment ti po largohesh, çdo moment nuk je të shku kështu, ti je të shku kështu për dunjas. Dunja po jetë këtu, ti po shkon hapa mrapa, ti po largohesh për saj, derisa të koha dhe del për saj komplet apo. Çdo kur e ka një derë dalse. Po ti tu largu. Largimi nga dunja çka kupton? Afrim të ahiretit, ti po afrosh ahiretit. E pse ç'ky është realiteti? Shejtani njerëz jo bën me kundër. Isha njerëz që s'palla veprojnë sigurisht me kon ahireti larg e dunja ngat. Jo, Allah, kjo është larg. Kjo tu largu, kjo është të shku. Nëse ahireti ka mbet, kur të investimi, kur të angazhimi përpjek ka njëri që me ndërtu ahiretin e tij ç'është duhet apo. Thot pastaj është që don braktisin urdhat e Allahut e pasun epshin e tyre. Thot nuk e përmendin fare vdekjen, as nuk e bojnë mend fare që kanë me vdek. I shpërfillin obligimet e Allahut dhe prishin marrveshjen edhe kontratën e premtimet dhën Allahu te bareka u taala, gëzohen domthon edhe pikëllohen mbi bazën e aspektit material, jo mbi bazën e aspektit të kënaqësisë Allahut azza wajal. Shumë shembull që i ka pranuar këtu Mukaimi rahimullah, që do më përfundu, edhe ajo që ka thot mas kekse, këto disa manifestime që tregojnë se rrmuje kimrana, halla ka me pas ke shtëpi. Allah ka me pas ke. E para të ndrullazë, para se më pranë fjalën e fundit me Mukaimi, po të më thonë sa tjetër. Para për shembull, ç'kjo rrmuje mbrëmshme, halla ka me ka vësh shejtani, brenda. Ç'kjo është pjesa ku Allah këqytet ditë për ditë çush është puna. Para po Allah që Allah ka më radhë. Allah. Në halakom shpeslojmë musafirin me po. Apo, ka ta butu gusë, apo, me ndrejsh. Pse, mos me po, pra, ti atë tolerant të halakom të shpia, tolerant ka njerë. S'ka marrë kërkosh, hajt, lese, nesre, bujnë, i lendo do ka njerë, qëllim njerë, në stopinajt ceneve, po më nejë 100%. Ka njerë, është me tolerimi. Fëmija bujnë halakom, e len ka pak, musafir po vinë, shpejt. Pse? Ata kanë kumull, mos shojnë halakom. Mos shojnë, o punë me pa, se sa punë që s'kan kumë jetë, kanë kumë nejtë, sa në spengojnë, për shembull, pluhën atje ose lotët të mirë, spengojnë. Ama ja, ç'është më na pa hallakom. Shiko kujdes mos më pa një hallakom. E më pa Allah hallakom, më pa pluhën zamë, se ke fshi që sa pluhën në plan. Më pa hallakom që këtu prish, dunjaja ka, ahireti ka, lug. Allah një më drejt zamën e tij, më rregullu zamën e tij. Për shkak se kjo është shtëpia jote, ç'të kemi ndërtu. Pa ikë së shtëpia kemi shkuar në shtëpi tjetër. Pa ikë së shtëpia kemi shkuar në shtëpi tjetër. Ç'është e ke ndërtu çto, çfarë e ndërton ata atje? Nëse ndërtimi i kësaj realisht mundson ndërtimin e asaj. Rënimi i kësaj bën rënimin edhe asaj atje, Allahu na ruaj. Dhe kjo është ajo që i bëkemi përmend, si ndërtimi i duhur i besimtarit. Do të thonë nga baza e duhur, pastaj edhe imazhi, edhe muri, edhe kujdesi, edhe portat, edhe perdet, edhe qelsi, edhe mirëmbajtja e vazhdueshme dhe kujdesi dhe vëzhgimin ndaj armikut çka po bën, se boni depërtoj me lopatat që na e kanë dhënë përmes mëkateve. Ai ka me imrana. E nëse imrana, e pa çfarë hallakame, e çfarë rrëmuje bën, e kjo është vetëm një shembull shumë periferik të ndërlozur, shumë po më nej simbolik në raport me ato çka realisht ndodh në zemrën e njerit nëse ky armik është afër tij, Allahu na ruaj. E Mukaimi rahimahullah, ajo që është më e çuditshme këtë histori që folëm, këtë që tham, më e çuditshme që është, më pa kuptueshme, thotë është se domthon ky armik për me e prish këtë kështjell e përdor për norën e kështjellës. Nëse më kërkojnë se prish, ai nuk e merr dikën aty, thotë, jo, me njërin vetë të hajtash, ai tash me prishëm, ka dalë. Subhanallah. Wallahi kur thos, për shkak një çështë po shoqse Xhembrinati, ja ti më shkoj prish me mua, apo e po çka është me provokuar një falloj reagimit brendshëm. Por i natë një falloj njëri ka dinitet më. Këtë dinitet që shpjalan ti këtij far kërkushe të të ligu me arme depërtu, e pse për depërtan për një kuj teme që s'ku mund në një, për një qef teme që s'ku mund në një, ashtë të regjikshme i ke punë, për një, për shambull, pa kujdes teme në, që s'ku mund, unë e pëllëm ati, hajtë tash e prishma shpin, edhe unë që aty në mas të jema, ashtë të regjikshme i ke punë. Allah, shpesh edhe të lallë e këmë ta akilun, që të menani pak, shore, e që kjo është realiteti. Realisht, që kjo është realiteti që ndodhë. Që kjo është këtë që ka ndodhë realisht. Po njerëzit këtë realitet nuk e shohin fare.
as e shohin dunjon që shtot, as ndërtimin që shtot, as zhvillimin nuk e shohin kështu. Si shohin për shkak se nuk shikojnë përmes fjalëve të Allahut edhe udhëzimit të pejgamberit. Se kjo shihet, a mund të pa që shoh këtë pamja? Jo, valla s'e nuk i mund të më pa. Përveç se nëse syt e tu janë të ndriçuara me dritën e shpalljes. Po nëse janë të ndriçuara me dritën e shpalljes, ç'është shë? Është shejtanin, është vrimën, është allakomën, është rrmuin, është tendencën, është përpjekjen, është refuzimin, këtë shaf. Po nëse nuk shë, syni i zemrës nuk është i ndriçuar me dritën e shpalljes, normal, drita e dunjos është e errët, e pamundshme me ta mundsuar që me pa një zhvillim të këtij niveli që e përmend deri më tani. Prandaj çka është edhe kuptimi i drejtë i ndjekjes edhe pasimit të Kuranit edhe Sunetit, që ta shohim realitetin që është ndërtimin edhe ruajtjen edhe gjitha, po edhe armikun, ta shohim ç'është duhet edhe të jemi edhe na armik të tij. Mos presim që të na lufton, po ta luftojmë para se ta lufton. Ta godasim e ta dëbojmë sot ka mundësi, edhe në ndonjë rast eventual, nëse ndodh që t'japim mundësinë me godit, le të goditje që ne jap kohë me riparu para se me deportojmë brenda. Çka është më rëndësishme të kuptoj? Nuk është e mundshme na me mbyll gjithmonë. Na jemi njerëz, gabojmë dikon. Mirë po, riparimi ynë tjetë më i shpejt se sa mundësia e tij për me deportuar. Riparimi kur më i shpejt se sa mundësia me deportuar. Andaj riparimi është istikfari, namazi, kthimi tek Allahu xhallah edhe mshil. Tani pa do dikun një vrim bëhet shpejt riparoje, nëse çështot është ruajtja e kështjellës. A nëse për kismet e kam njet se di që kjo punë, tani ka dalë edhe ai me pik ujë qiles e lemove lopatat e shejtanit që godet sot mundet me gjetë një portë tjetër. Po them kushtimisht nëse porta esenciale dhe bazike dhe qendrore është e mbyllur. Nëse është e mbyllur. Po shpesh s'ka nevojë shejtani fare me ato lopatë onësh më lodh, nga se porta qendrore e mos kujdes për gjuhën mbetet e hapur fatkeqësisht edhe deporton lëshën përmes saj pa pas nevojë anash me bë apo porta tjera alternative që bëhet gazet me hijapën. Po fatkeqësisht njerëzit ja lehtësojnë hyrjen për shkak se mungon përmendja e Allahut, mungon leximi i Kuranit, mungon fjala e mirë, mungon fjala me kompetencë, e është shtu fatkeqësisht fjala pa kompetencë, pa dije, pa kalkuluar në pasojë kështu më radh, dhe kjo është një atmosferë shumë e favorshme dhe klime përshtatshme që shejtani me deportu në shtëpitë e njerëzve, Allah na ruaj. Kjo është meditim që pata dëshirë sonte me të me juve. Thash, unë mendoj që kjo ka mundësi më shndruar me vetë një skem shumë të kompletuar, edhe trajtim shumë më të zgjeruar se kaq, por ne jemi në trajtim të meditimeve, edhe nuk desha më uzhëru më tepër, por besoj që kjo që u thash është e mjaftueshme që të ngjall zemrat tona, të rrit kujdesin tonë dhe vëmendjen, po të na vëdëson për ndërtimin që duhet ne me duart tona ta ndërtojmë dhe portat që duhet me mbrojt dhe murin ta ruajmë jetën edhe veten tonë edhe familjet tona nga përpjekjet e tilla djallëzore dhe armiqësore për të na vënë hallakam rrmuj e që pastaj Allah na ruaj të hedhet mbi neve hidhimi i Allahut edhe dënimi i tij. Allah na mundësoj të ndërtojmë ndërtim të fuqishëm, të stabil, të qëndrueshëm, mbi devotshmëri, besim të sinqert, funksional në kënaqësitë e Allahut te barekuta, ta ruajmë e mirëmbajmë si duhet këndërtesë deri sa të kalojmë në ndërtesën ku nuk kemi më rujt tani. Run Allahu azhjal, ajo është xheneti i Allahut te barekuta. Ti kalon në ndërtim atje që e ka ndërtuar Allahu për ty, ti e shfrytëzon, s'ke nevojë më rujt fare, sa është i ruajtur pastaj nga dikush tjetër, ty takon veç me shfrytëzuar dhe me u kënaq, por me kush që këtë tu e ke ndërtuar sikurse duhet. Allah është shpërblet me kaq për dorën, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.